ndoshta po kalon një sezon kontrasti dhe kundërshtie. Përmes një stine ku bekimi dhe betejë po ndodhen njëkohësisht. Ndjen pengesa, shpërqendrim dhe sulme shpirtërore që nuk ndalen. Ka rezistencë, ka një ndjenjë lodhje dhe tension të mbrëmshëm që të duket e vështirë për ta përballuar dhe ti ndihesh i hutuar, i rënduar. Pse ndodh kjo? Sepse mendon se duhet të jetë ose njëra ose tjetra, ose paqe ose luftë, por në të vërtetë të dyja mund të bashkë ekzistojnë. Mos lejo që ajo që po ndodh këtu të të shpërqendrojë nga ajo që Allahu po bën në anën tjetër. Synimi i armikut është të heqë vëmendjen dhe besimin nga veprimi i Allahut në jetën tënde. Armiku krijon zhumë, hutim, shpërqendrim, lodhje shpirtërore qëllimisht, vetëm që ti të humbasish fokusin, por Allahu punon në heshtje për të ngritur. Ekzistojnë njerëz me zemra të mbushura me smir, me hasat, me energji të liga, me xhin që udhëheqin e i frymëzojnë për të bërë keq. Ka njerëz që do të donin të ndalojnë nga bekimet e Allahut dhe nga thirrja që ai ka vendosur në zemrën tënde, që do të donin të shihnin dritën tënde të fiket, sepse ajo dritë i verbon sytë atyre që jetojnë në errësirë dhe nuk durojnë dot të shohin paqen tënde, pastërtinë e shpirtit, suksesin apo shpirtin e dikujt që nuk i përket botës së tyre të errët. Por harrojnë një gjë të madhe, dritën që e ka vendosur Allahu në një zemër askush nuk mund ta shuaj, as njeriu, as gjindët, as magjia, përveç me lejen e tij. Pra mos lejo që armiku të heqë vëmendjen nga ajo që Allahu po bën në botën e padukshme. Kjo është një periudhë avancimi, është një transformim, është një kohë ndryshimi, është një stim përmbushje për të hyrë në atë që Allahu të ka krijuar të jesh. Armiku do të mundohet të shtypi, të largojë nga Allahu vetëm që ti mos të shohësh lavdinë që është duke zbritur në jetën tënde, por ti drejtoje fytyrën tënde nga Allahu, qëndro i përqendruar në premtimet dhe udhëzimet e Allahut. Mos lejo që zhurma e armikut të largojë nga qëllimi, sepse lavdia e Zotit është mbi ty. Edhe pse errësira mbulon tokën, lavdia është aty. Prandaj fokusoj vëmendjen te lavdia e jo te frika ose te plagët. Allahu është me ty në këtë proces dhe kjo është koha jote, momenti yt. Kujdes ku e përqendron vëmendjen. Nëse zgjedh të përqendrohesh te ajo që armiku dëshiron për ty, frikë, dyshim, hutim, atëherë ky proces mund të zgjatet me vite. Mos lejo që armiku të t'i marrë bekimet nga Allahu, por nëse e qëndron zemrën dhe mendjen te ajo që Allahu dëshiron për ty, atëherë edhe në mes shtypjes, në mes presionit do të ecësh drejt përmbushjes dhe qëllimit. Pra vazhdo dhe mos u ndal. Mos e lejo presionin të thyj, lejoje të forcoj. Mos e lejo zhurmën e armikut të shpërqendroj, përqendrohu te qëllimi. Fokusoje zemrën te ajo që Allahu po ndërton, jo te ajo që armiku po përpiqet të prish. Dhe të kujtojmë ajetin El Bekare që Allahu nuk ngarkon asnjë shpirt më shumë se sa ai mund të bardhë. Esselamu alaikum.